Ornella, ka kërkuar 3 herë dorëheqjen, thotë, sot e bëri dhe publik deklaratën, unë s'kam pranuar t'ja jap. Po, ka dhe dorëheqje të parevokueshme, dhe unë mbaj mend, për shembull, një rast që ka qenë Besa, Ministria e Arsimit. Po. E cila jo vetëm da dorëheqjen, Besa Shahini, por e shpalli dorëheqjen ditën që vendosi të ikte nga pozicioni, e shpalli dhe dorëheqjen që unë kam ikur nga ky pozicion dhe thjesht da dorëheqjen, kaq. Nëse në këtë rast është një informacion politika ishte më i jashtme. Jo, dakord, po një njeri që do t'i japi dorëheqjen e jep dorëheqjen për vërtetë. Pse Rama nuk e ka pranuar dorëheqjen sipas teje? Tani më duket kjo gjëja që e fiku se fiku. E dha dorëheqjen se dha dorëheqjen. Tani po është për të dhënë. Ju mendoni që është një tentativë për të vazhduar, për ta mbajtur në detyrë? Madje, po doni analizën time, unë mendoj që ne kemi parë disa herë në këtë vend, në të gjitha vitet e fundit, kemi parë që ne i përshtasim institucionin, ja përshtasim individit. I bëjmë një VKM të veçantë, sepse këti na i karakterizojnë këto, dhe na pëlqen dhe t'i japim dhe ca targete për ta shfrytzuar ndoshta nesër, dhe i përshtasim gjithë VKM në institucionin, ja përshtasim një individi. Ne kemi parë që për bizneset caktuara, ne kemi ndryshuar një ligj nga themeli, ose kemi bërë një ligj të ri nga themeli. Është koha që kryeministri e parlamentit bëj ligje është për të lehtësuar gjëra. Po jo për t'ia përshtatur dikujt. Jo, po për të lehtësuar gjëra, se shpesh Po ne edhe këtë ligjet kemi parë ka herë, në fakt. Ne kemi bërë ligje për t'ia përshtatur një biznesi, për t'ia përshtatur një punë të caktuar, për t'ia përshtatur një individi. Koha është që kryeministri më në fund bëjë një ligj për veten e vet. Po, Kikia, si duket vendimi i Ramës? Edhe ndryshimet. Tash s'ka asnjë surprizë këtu. Gjëra që pritin. Po ishin deklaruar atë, ishin një çështje që nuk e zgjidhte gjykata kushtetuese, dhe menjëherë Rama e premtoi publikisht. Interesant është nxitimi dhe koha shpejt për ta përmbyllur këtë punë. Po mund që tha para, duhet ta bëjmë para se sa t'japi opinionin pra vendimin gjykata kushtetuese. Që të diktojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Tjetra, ka patur një narrativ, gjë që nuk e di nëse është lapsus apo është atakuar në mënyrë sistematike prokuroria. Në fakt, ligji thekson qartësisht që gjykata e merr vendimin. Nuk e kemi dëgjuar të atakohet gjykata. Pra gjykohet Spaku që bën hetimin. Gjithmonë Spaku nuk lejojnë prokurorinë na diktoj, s'lejojnë prokuroria, Republika prokurorëve. Në fakt, prokurori nuk bën asgjë pa lejen e gjykatës. Zero. Nuk merr dot vendim pa gjykatë, prokurori vetëm kërkon, po. Është pal. Këtë e theksoi dhe kryeministri. Që gjykatësit bëjnë çfarë i thot prokurori. Dhe dha shumë, jo vetëm këtë Spakut. Çështja është thotë që Kjo është çështje interpretimi pastaj. Ligji qartëson që vendimi në retorikën publike flitet për Spakun, nuk Kryeministri Kryeministri është kritik dhe me gjykatën që heq vallën në prokurori. Kikia, pse e merr këtë vendim Rama? Qartësisht është një përpjekje për të krijuar, unë nuk besoj që gjithë kjo histori bëhet për Ballukun. Duket shumë për të një investim kaq i madh, sepse është kosto politike kjo, jo këtu brenda. Po. Se ne jemi mësuar, 3 ditë zgjat çudia, mas 3 ditësh vjen një nen tjetër. Por padyshim që do ketë vëmendje veçanërisht nga Europa, në kushtet kur jemi në procesin e negociatave me BE-n. Pra nuk besoj që është një kosto që edhe Rama vet kërkon ta marrë posaçërisht për Ballukun. Thash, se mund të ishte një çështje që gjykata kushtetuese duhet ta zgjidhte. Do duhej ta kishte zgjidhur gjykata kushtetuese dhe nuk do kishte marrë në mënyrë absolute këtë kosto, dhe gjykata kushtetuese do ta kishte ndarë thjesht për njerëzit me mandat ekzekutiv të këtij niveli. Pastaj këtu është zgjeruar KLSH-ja, avokati i popullit, presidenti, është krijuar një ansambël postash për të që mbrohen me tonë të shit. Ata të tjerë janë futur kot, se aty ata fare muç ata kanë vetë nuk mbajnë përgjegjësi presidenti. Kush do e pezulloj presidentin me çfarë drejtë? Edhe presidenti s'ka nëse bën shkelje i parashikon kushtetuta shkeljet e presidentit. Ka kapitull në vete. Vetëm ka një gjë sot, nëse më lejon vetëm një fjali. Vetëm ka një gjë sot që po të shikonit edhe kryetarit të opozitës, edhe kryeministrit, kishte pothuajse të njëjtën retorik, të dy atakuan fort Spakun, të dy atakuan fort gjykatën, po deshët ju, por një herë një kohë ne ishim mësuar që dëgjonin vetëm kryetarin e opozitës. Në momentin që u ngërthyer le të themi në rrjetën e Spakut, filloi të atakonte gjithë opozita Spakun. Dhe mazhoranca nuk ishte dalë asnjëherë kaq shpërfaqur. Nuk ishte thënë asnjëherë retorikën që në fakt e kishte underground, e kishte nën rogos.
Sot, më në fund, të dy bashkë janë shfaqur ashtu siç janë, dorë për dore, kundra reformës drejtësi, asaj pjesë të reformës drejtësi që realisht punon, që është SPAK-u dhe gjykatat që e shoqërojnë. Po, tani kishe një gjë? Po, natyrisht, jo vetëm një gjë, po tema është goxha interesante, po... Po, 5 minutat me këtë që të kalojmë të aeroportit, se do bëjmë, po. E para, akuzat ndaj Ballukut, akuzat ndaj Akshit, vendimet për katëse të masat sigurisë nga gjykata e antikorrupsion. Dhe reagimi i kryeministrit tregojnë që, si thua, rrjeti institucional po vjen në normalitet. Ne nuk kemi më një SPAK dhe një GKKO që janë nën diktatin e kryeministrit, po me sa duket influenca e qeverisë në këto dy segmente të drejtësisë është dobësuar shumë në muajt e fundit. Sepse pastaj mund të analizojmë natë ditë këtë gjë, pse ka ardhur ky ndryshim cilësor. Por kjo duket. Dhe këtu kemi tashmë një konflikt pushtetesh. Është normale që pushteti ekzekutiv të ruhet nga vendimet e gjyqësorit. Ne mund ta duken të drejta, atyre do i duken të padrejta, kuptohet, sepse i prek interesat e tyre. Kjo e parë. E dyta, 3 herë dhe ka dhënë dorëheqjen Balluku, 3 herë ka refuzuar Rama. Është koherencë me synimet që kanë dhe me qëndrimin që kanë ndaj çështjes. Akuzat ndaj Ballukut nuk janë pranuar as nga Balluku as nga kryeministri. Se po të pranoheshin, do i pranote dorëheqjen. Madje aty pati dhe një autogol. Po bra, okay. Sepse tha, nuk mund lejojmë ne që një pushtet tjetër të kapërcej territorin e tij. Ndërkohë që unë nuk pranova dorëheqjen kur u komunikua akuza. Pra, komunikimi i akuzës nuk është ndërhyrje e SPAK-ut në territorin. Prokuroria këtë bën ngre akuzë, se po jo që dhe ngritjen e akuzës, pastaj ky kryeministër nuk e pranon. Kjo dërgoi qëllimin e vërtet. Nuk e pranon atë akuzën dhe sjellja e tij është koherente, gjithsesi pranon akuzën, nuk do pranoj dorëheqjen. Nuk do pranoj arrestimin, dhe do ta mbajë në detyrë atë, unless do të jetë i detyruar nga forca më madhore të ndryshojë kurs. Por me çka thënë në këto muaj, kjo është sjellja e pritshme e tij. Tani dalim tek propozimi i ndryshimit të ligjit. Unë vetë kam shkruar që në nëntor, kryeministri është i bindur që nuk mund të pezullohet ministri. Gjërsa i bindur vlla, shkon parlament, votat i kanë ndryshuar ligjin. Pse shkon gjykat kushtetuese të nxjerrësh patatën me duart e tyre? Dhe ja ku erdhëm që ata stanzorën. Ka dashur që mos përballet me ndërkombëtarët që janë kompletisht. Po ja ku erdh tash, njeriu. Po ta kishte vendosur gjykata kushtetuese, kryeministri. Kjo është masalla me dy faqe tash. O je i bindur, i ke votat, bëje ndryshimin, ja ku erdhi? Erdhi ke ky ndryshim. E para pra pyetja e parë pse nuk shkoj që atëre, po shkon tani. E dyta, asgjë nga ato që tha kryeministri si argumenta nuk i gjen tek relacioni i propozuar nga deputetët. Po, e pash relacionin. Pra, ata që kanë propozuar amendimin ligjor, shkruajnë arsye që kryeministri nuk i kanë në fjalorin e tij. Dhe anasjelltas. Po këtu ka një gjë që nuk shkon, se po ta lexosh atë relacion, aty nuk thohet pse ka ardhur problemi, çfarë ngërçesh na ka krijuar, çfarë pengesash të tmerrshme do na krijoka, çfarë na zgjidh ky amendim? E disha thënë ata, ky amendim nuk i prish punë atyre të gjykatës. Po e bëjmë se ne na rregullon e gjë. Po atyre si prish punë. Gjithë relacioni është nuk prish punë. Mirë, po tash kryeministri flet 3 orë, ata shkruajnë një faqe atje dhe nuk përputhen argumentat. Po kjo tregon o kryeministri ka argumenta koti që zguxojnë ata të shkruajnë me shkrim, se fjalët i merera. Shkrimi mbetet. Ose anasje. Tani Donalini dhe kjo dalim të ta marrëm. Nuk e kanë kuptuar. Pika e tretë, pse nuk e bëri me Sali Berishën, po e bën vetëm Një minutë tash, po lërmë me gjithë Berishën. Pika e tretë është kjo. Gjykata kushtetuese 18-0 nuk tha ministri nuk pezullohet. Asnjëri prej gjykatësve nuk e tha këtë gjë. Ata u ndan vetëm pezullohet, po kaloi në kuvend, dhe të tjerët i thanë, rregullon kushtetutën dhe ligjin. Për ta trajtuar çështjen e pezullimit. Unë kërkova në chat sot me pyetjen, ka ndonjë vend të Bashkimit Evropian që në legjislacionin e vet ta ndalojë pezullimin e ministrit? Nuk gjen chati i imi të paktën, kërkojnë edhe jo. I imi nuk gjen. Tani 4 nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese që nuk i shajnë këta, i thanë, pezullimi bëhet, por shkohet në kuvend njësoj si për arrestimin. Pse nuk ka mendon kështu ligjin ky? Po e abrogon pezullimin. Pse ky merr një nen të 95-s dhe në vend që ta transformoj me frymën
e 2012-ës dhe 2016-ës, e dini që prokurori përgjithshëm pezullohet kur arrestohet ose kur i hapet pa di, merret i pandehur. Po kështu edhe inspektori i lartë i drejtësisë, po kështu dhe antarët e gjykatës së lartë, të gjithë këta pezullohen, janë zyrtar monokratik këta dy. Po, e di. Pra, pse shkon kundra sens dhe e heq fare pezullime, pastaj pyetje teknike, avokati i popullit ka imunitetin e gjykatës së lartë. Thot kushtetuta. Ka fut dhe gjykatën e lartë aty brenda. Po pra, po tash gjykata se ka fut gjykatën e lartë? Kushtetuese. Gjykata e lartë, tash ai gjykatës lartë pezullohet, po që se merret i pandehur. Po avokati i popullit nuk pezullohet sipas ligjit të ri të Ramës apo pezullohet sipas kushtetutës. Se kanë barazin ato në imunitet. Sa do të shohim kur të kaloj. Por e thën kjo përfundimisht, me sa duket pra Rama po shkon drejt një përplasje me drejtësinë, që të regon pra që influenca e ti në drejtësi është dopsuar, i kanë mbetur akome ca kaçatorë atje, por e ka humbur atë, dhe ky është lajmi më i mirë që mund të marrim vesh që drejtësia po humbet influencën e kryeministrit. Kemi. Atëherë